Teuta Basket zhvilloi ndeshjen e radhës në Pallatin e Sportit të Ramazanjala me skuadrën kundërshtare të Skënderbeut të Korçës. Në këtë betejë sportive të javës së 10 të Superligës, Djem Durrësak arritën të regjistrojnë një fitore të rëndësishme në javën e 10 Superligës, duke mposhtur Skënderbeun me rezultatin 85-81 në një takim breslënës të luftuar deri në sekondat e fundit. Me këtë sukses, Teuta Basket arriti ta mbyllë vitin 2025 në kampionat me një bilans pozitiv prej 7 fitores dhe 3 humbjesh, duke konfirmuar një paraqitje të qëndrueshme përgjatë gjithë fazës së parë. Spektatorët që ndoqën këtë duel sportiv të fundvitit thanë jashtë kamerave se ndeshja u zhvillua me rivalitet. Djemtë e Detit nuk e ulën ritmin, duke demonstruar gjatë gjithë periudhës një lojë me nivel. Ata u dhoqën gjatë gjithë lojës dhe mbyllën me fitore. Ndeshjet e ardhshme fillojnë në muajin janar me rikthimin për ndeshjen e fundit të fazës së parë, ku Teuta do të ketë përballë Vllaznin në Shkodër.